relaksin, qetësin, ambientin, pse mos me provu edhe rushin, me pa Toskanën e Kosovës. Edhe prindi e ka prit shumë këtë. Ajo është gjenerata e 4 ose 5, na jemi veç 6 e tutje. Unë jam me këtë me profesion tjetër, jam stomatolog. Ideja ka qenë bashkë me vllaun, ideja fillim ka qenë me bo një vikendic, një shtëpi vogël për veti, me dalë vikendeve, me pas tash verës ku me dalë për relaks. Po tani, tu punu brenda vneshtit na lindi ideja pse mos me bo diçka më të madhe, diçka që mund me ardhë familja, shoqëria, me pas produktet tona, edhe thjesht për qefin njerë. Tani ideja pak me zgjeru, pse mos me bo një formë lloj agroturizmit.